Horoskopi ditor, e enjte, 27 nëntor 2025. Dashi. Sot ju inkurajoheni të përqendroheni te kujdesi për veten. Rreshtimi i hënës me Venusin sugjeron prioritizimin e nevojave personale. Në punë mund të hasni një vendim që kërkon shqyrtim të kujdesshëm. Kolegët kërkojnë këshillën tuaj, duke theksuar leadershipin tuaj. Në dashuri, është një ditë e shkëlqyer për të ndarë mendime me partnerin tuaj, duke nxitur intimitetin. Dashi beqar mund të takoj dik interesant përmes një eventi shoqëror. Financiarisht qëndroni të kujdesshëm, por të hapur ndaj investimeve krijuese. Këtë mbrëmje, relaksohuni duke u marrë me një hobi, duke shkaktuar gëzim dhe relaksim. Ushtrimet fizike ju rrisin energjinë. Merrni në konsiderat një seancë freskuese vrapimi ose vallëzimi. Besojini instinkteve tuaja kur merreni me çështje familjare, duke mbështetur harmoninë në shtëpi. Ngjyra juaj me fat sot është e kuqja, duke ofruar gjallëri dhe guxim. Energjia e ditës mbështet progresin, për sa kohë që jeni të duruar dhe të qëllimshëm. Një takim i papritur mund të hap mundësi të reja. Mbani një mendje të hapur dhe përqafojeni ndryshimin si një forcë pozitive që ju udhëzon drejt mundësive të ardhshme. Demi. Stabiliteti është çelësi sot, pas indikimet planetare ju shtyjnë drejt zgjidhjeve praktike. Në karrierën tuaj, përqendrohuni në ndërtimin e strategjive afatgjata në vend të zgjidhjeve të shpejta. Bashkëpunimi me një koleg të besueshëm mund të përforcojë suksesin. Romanca lulëzon përmes qëllimeve të përbashkëta. Prandaj angazhohuni në diskutime kuptimplote me partnerin tuaj për të forcuar lidhje. Për beqarët, një bashkëveprim online mund të ngjallë interes. Maturia financiare është thelbësore. Rishikoni buxhetet dhe ulni shpenzimet e panevojshme. Kushtojini vëmendje shëndetit duke mbajtur një dietë e ekuilibruar dhe duke qëndruar të hidratuar. Një rutinë e re mirëqenieje mund të rrisë nivelet e energjisë suaj. Ngjyra jeshile qetëson shisat tuaja dhe frymëzon rritje personale. Bisedat e mbrëmjes me familjen mund të zbulojnë perspektiva të reja, duke pasuruar lidhjet tuaja emocionale. Sot gjithashtu kërkohet introspeksion. Reflektoni mbi arritjet e fundit dhe vendosni qëllime për të ardhmen. Besojini instinkteve tuaja dhe lëreni durimin t'ju udhëheq përmes sfidave. Përqafoni përshtatshmërinë ndërsa lundroni në ngjarjet e ditës, duke hapur rrugën përpara me qëndrueshmëri. Binjakët. Komunikimi është forca juaj sot. Me Merkurin që ndikon në shenjën tuaj, shprehni idetë tuaja me besim në punë. Seancat e shkëmbimit të ideve mund të çojnë në zgjidhje inovative. Mundësitë e rrjedhëzimit janë të favorshme, duke hapur potencialisht dyert për përparim. Në dashuri ndershmëria thellon marrëdhëniet. Ndani ndjenjat tuaja hapur me partnerin tuaj. Beqarët mund të gjejnë intrigë në një bisedë të rastësishme që ngjall kuriozitet. Instinktet tuaja financiare janë të mprehta. Prandaj u besoni atyre kur merrni vendime. Jepini përparësi shëndetit duke përfshirë ushtrime që ju rigjallërojnë, si yoga ose një ecje e shpejtë. Blu është ngjyra juaj fuqizuese, që rrit kreativitetin dhe qetësinë. Kaloni kohë duke organizuar hapësirën tuaj personale. Rregulli mund të pastrojë rrëmujën mendore duke rritur produktivitetin. Prisni një mesazh ose mundësi të papritur që përputhet me aspiratat tuaja. Përqafojini këto ndryshime si përvoja të vlefshme mësimi. Angazhohuni në aktivitete që stimulojnë mendjen tuaj, duke ruajtur një pikpamje të hapur drejt mundësive të ardhshme. Lëreni kuriozitetin t'ju udhëheq, ndërsa eksplorimi i rrugëve të reja zgjeron horizontet tuaja sot. Gaforria. Sot ka të bëjë me balancimin e emocioneve. Prania e hënës thekson rëndësinë e të kuptuarit të peizazhit tuaj të brendshëm. Në punë, ndërveprimet empatike çojnë në bashkëpunime më të mira. Ndani vizionet tuaja me kolegët për të nxitur përparime. Në jetën tuaj personale, ushqeni marrëdhënie duke shprehur kujdes dhe vlerësim. Çiftet përfitojnë nga aktivitetet e përbashkëta që forcojnë lidhjet, ndërsa beqarët mund të hasin dik interesant në mjedisin e përditshëm. Financiarisht, tregoni kujdes me investimet ndërsa eksploroni mundësi më të sigurta. Jepini përparësi shëndetit duke praktikuar vetëdijen dhe duke u përqendruar në mirëqenie mendore. Ngjyra juaj me fat, argjendi, simbolizon qartësinë dhe intuitën, duke udhëhequr vendimet. Shtëpia bëhet një streh. Kaloni kohë cilësore në vendin tuaj të preferuar për t'u rimbushur. Frymëzoni harmoninë familjare përmes bisedave të hapura, duke adresuar shqetësimet themelore. Sot, një udhëtim në vetëreflektim mund të sjellë njohuri mbi veprimet e kaluara dhe shtigjet e ardhshme.
Përqafoni mundësitë e rritjes personale, duke kultivuar durimin dhe qëndrueshmërinë ndërsa lundroni në rrymat emocionale dhe ndiqni ambicjet e sinqerta. Luani. Energjia e sotme favorizon leadershipin dhe kreativitetin. Dielli ju nxit të merrni në qendër të vëmendjes duke shfaqur aftësitë dhe idetë tuaja në punë. Karizma juaj tërheq vëmendje pozitive, duke hapur rrugën për përparime. Në romancë, natyra juaj pasionante shkëlqen. Çiftet duhet të planifikojnë një takim spontan, duke forcuar lidhjen. Beqarët mund të gjejnë interes në tubime shoqërore, duke shkaktuar biseda interesante. Në financa, merrni një rrezik të llogaritur që përputhet me qëllimet afatgjata. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë në ushtrime që ju gjallërojnë, të tilla si vallëzimi ose sportet. Ngjyra e artë është ngjyra juaj fuqizuese, duke rritur besimin dhe suksesin. Eksploroni rrugë krijuese për të shprehur vizionet tuaja të brendshme, qoftë përmes artit apo muzikës. Harmonia familjare përmirësohet përmes aktiviteteve të përbashkëta që festojnë unitetin dhe dashurinë. Mund të lindë një mundësi e papritur që përputhet me aspiratat tuaja. Mirëpriteni atë me zemër të hapur si një rrugë të mundshme për rritje. Sfidoni status quo dhe pohoni individualitetin tuaj, duke frymëzuar të tjerët me vizionin dhe qasjen tuaj dalluese ndaj jetës sot. Virgjëresha. Përqendrohuni te detajet sot. Merkuri nxit analizën dhe saktësinë e thellë, duke ndihmuar në zgjidhjen e problemeve në punë. Përpjekjet bashkëpunuese çojnë në sukses. Ndani ekspertizën për të përmirësuar projektet. Jeta romantike përfiton nga gjestet e menduara mirë. Çiftet duhet të planifikojnë një mbrëmje komode, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë interesant përmes interesave të përbashkëta. Në financa, rishikoni planet dhe bëni zgjedhje të informuara. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj rutinës. Përfshini aktivitete si shtrirja për të rritur mirëqenien. Ngjyra blu e errët sjell qartësi, duke mbështetur vendime logjike. Organizoni hapësirat personale për të rritur produktivitetin dhe fokusin. Dinamika familjare përmirësohet me diskutime të hapura, duke adresuar çdo çështje të mbetur. Një depërtim i papritur hedh dritë mbi rrugët e ardhshme. Përqafoni vetanalizën, duke marrë në konsiderat vlerat dhe aspiratat. Eksploroni mundësitë e rritjes personale, duke vendosur qëllime të arritshme. Ndërsa lundroni në energjitë e ditës, besoni intuitës, ruani durimin dhe lejoni që përshtatshmëria të udhëheqë përgjigje ndaj sfidave. Kultivoni qëndrueshmërinë ndërsa balanconi vëmendjen ndaj detajeve me një sy drejt objektivave më të gjera sot. Peshorja. Harmonia është fokusi juaj sot. Venusi rrit përpjekjet bashkëpunuese në punë, duke nxitur ndërveprime pozitive. Puna në grup jep zgjidhje inovative. Vlerësoni perspektivat e larmishme. Në dashuri, ekuilibri është çelësi i marrëdhënieve të lulëzuara. Çiftet duhet të ndajnë përgjegjësitë, duke thelluar mirëkuptimin. Beqarët mund të gjejnë lidhje të mundshme në tubime kulturore ose përvoja të përbashkëta. Financiarisht, merrni vendime të menduara mirë, duke shmangur blerjet impulsive. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet që balancojnë mendjen dhe trupin, si yoga ose meditimi. Bluja e qelet rrit paqen, duke mbështetur shkëmbimet harmonike. Përmirësoni jetën në shtëpi me prekje estetike që frymëzojnë rehati dhe relaksim. Lidhjet familjare rriten përmes aktiviteteve të përbashkëta që nxisin afërsinë dhe të qeshurat. Sot, një ide krijuese mund të paraqitet, duke ofruar njohuri për sipërmarrjet e ardhshme. Mirëpritni mundësi të reja me zemër të hapur, duke i lejuar ato t'ju udhëheqin drejt rritjes. Përqafoni mundësitë e ditës për reflektim dhe ekuilibër të brendshëm, duke ushqyer qëndrueshmërinë dhe duke kultivuar një pikpamje harmonike mbi udhëtimin e jetës në zhvillim e sipër. Akrepi. Sot intuita juaj ju udhëzon. Pozicioni i hënës rrit depërtimin emocional, duke ndihmuar në vendimet në punë. Besojini instinkteve dhe zhytuni në projekte krijuese që kërkojnë fokus të thellë. Energjia magnetike ndikon në marrëdhënie. Çiftet përfitojnë nga shkëmbimet e ndershme, duke forcuar lidhjet. Beqarët mund të tërheqin takime interesante përmes interesave të përbashkëta. Njohuria financiare është thelbësore. Vlerësoni strategjitë dhe qëndroni të kujdesshëm. Jepini përparësi shëndetit me aktivitete rigjallëruese, të tilla si noti ose meditimi. E zeza intensifikon fokusin dhe qëndrueshmërinë, duke rritur praninë tuaj. Angazhohuni në vetë reflektim për të zhbllokuar potencialin e brendshëm dhe për të adresuar nevojat emocionale.
Dinamika familjare përmirësohet përmes empatisë dhe mirëkuptimit. Përqafoni dialogët e hapur për të zgjidhur konfliktet. Një zbulim i papritur sjell qartësi, duke drejtuar kursin tuaj të ardhshëm. Përqafojeni transformimin si një mjet për rritje personale, duke pranuar ndryshimet e brendshme dhe duke u shfaqur më të fortë. Besojini fuqisë së depërtimeve tuaja intuitive për të udhëhequr vendimet, duke hapur rrugën për një ditë me mirëkuptim të thellë dhe lidhje kuptimplote. Shigjetari, yjet rreshtohen për të nxitur shpirtin tuaj aventuresk sot. Ndikimi i Jupiterit e bën këtë një kohë për të eksploruar ide të reja dhe për të zgjeruar horizontet. Në punë kërkoni mundësi për rritje dhe mësim, ndoshta përmes trajnimeve shtesë ose një projekti të ri. Partneritetet lulëzojnë me komunikim të hapur dhe beqarët mund të takojnë dikë gjatë një aventure spontane. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet që përputhen me qëllimet tuaja të ardhshme. Për të ruajtur shëndetin, aktivitetet në natyrë ofrojnë si përfitim fizik ashtu edhe freski mendore. Portokallia është ngjyra juaj e gjallë, duke inkurajuar optimizmin dhe kreativitetin. Mbledhjet familjare mund të ofrojnë gëzim dhe depërtim, duke forcuar lidhje. Ndërsa eksploroni filozofi të reja, balanconi entuziazmi me praktikën për të shmangur shpërndarjen e energjive. Prisni një mundësi të papritur që përputhet në mënyrë të përkryer me aspiratat tuaja. Përqafoni durimin dhe qëndroni të hapur ndaj mundësive, pasi shtigjet e reja mund të çojnë në zbulime emocionuese. Lëreni kuriozitetin dhe optimizmin tuaj natyror të udhëheqin udhëtimin tuaj, duke pasuruar përvojat personale dhe rritjen gjatë gjithë ditës. Britsjapi, zelli përcakton ditën tuaj sot. Planeti juaj sundues Saturni thekson disiplinën dhe strukturën, duke e bërë atë një kohë ideale për të përqendruar në qëllime strategjike të punës. Qasuni detyrave në mënyrë metodike dhe besoni aftësisë suaj për të gjetur zgjidhje efikase. Në marrëdhënie, qëndrueshmëria ndërton besim. Çiftet duhet të investojnë kohë në të kuptuarit e perspektivave të njëri tjetrit, ndërsa beqarët mund të thellojnë lidhjet përmes vlerave të përbashkëta. Këshillohet kujdes financiar, me një buxhetim të kujdesshëm që udhëheq. Fokusi në shëndet duhet të përfshijë një përzierje të teknikave të relaksimit dhe aktivitetit fizik. Tonet e tokës forcojnë ndjenjën tuaj të stabilitetit dhe të themelimit. Angazhohuni pozitivisht me familjen, duke adresuar përgjegjësitë së bashku për të nxitur harmoninë. Sot, një njohuri e mençur ose mentor mund të ofrojë perspektivë mbi drejtimet e ardhshme. Përqafojeni këtë udhëzim si një burim për rritje personale. Balanconi ambicje me kujdesin për veten, duke siguruar përparim të qëndrueshëm në arritjen e qëllimeve tuaja. Lëreni vendosmërinë dhe mendimin t'ju udhëheqin në sfidat e ditës, duke krijuar një themel të fortë për suksesin e ardhshëm. Ujori, inovacioni ju jep energji ditën. Urani nxit kreativitetin dhe qasjet jo konvencionale në karrierën tuaj. Kërkoni mundësi bashkëpunimi dhe paraqitini ide që lindin ekipit tuaj. Në marrëdhëniet personale, komunikoni hapur për të nxitur lidhje më të thella. Çiftet përfitojnë nga të qeshurat e përbashkëta dhe aktivitetet e lehta, ndërsa beqarët mund të zhvillojnë një bisedë interesante në një mjedis të rastësishëm. Financiarisht, eksploroni rrugë të ndryshme për të forcuar të ardhmen tuaj. Shëndeti kërkon një regjim të ri që stimulon si mendjen ashtu edhe trupin, si pilates ose tai chi. Vjollca, ngjyra juaj sot, rrit intuitën dhe të menduarit vizionar. Ndërveprimet familjare lulëzojnë me hapje dhe mirëkuptim. Ftoni diskutimin për të forcuar lidhje. Një shans i papritur mund të përputhet me vizionin tuaj unik, duke paraqitur mundësi rritjeje personale. Qëndroni të adaptueshëm dhe mirëpritni idetë e pazakonta si çelësa të mundshëm për inovacion. Përqafoni shpirtin tuaj shpikës, duke e lejuar atë t'ju udhëheq drejt përparimeve të thella dhe përvojave shpërblyese gjatë gjithë kësaj dite dinamike, potenciali dhe eksplorimi. Peshqit, kujdesi është fokusi juaj sot. Neptuni ndikon në shenjën tuaj, duke rritur aftësitë tuaja empatike dhe intuitive. Kanalizojeni këtë në aktivitete krijuese ose bamirëse, duke siguruar përmbushje personale dhe duke kontribuar pozitivisht. Marrëdhëniet lulëzojnë në ëndrat dhe aspiratat e përbashkëta. Çiftet duhet të angazhohen në biseda kuptimplote për të pasuruar lidhjet, ndërsa beqarët mund të gjejnë potencial në grupe me të njëjtat mendime. Planifikimi financiar është thelbësor, me vëmendje në balancimin e ëndrave dhe realitetit. Shëndeti përfiton nga aktivitete të buta si ecja ose shtrirja, duke rritur mirëqenien. Akuamarina e butë ofron qetësi, duke mbështetur qartësinë emocionale.
Në shtëpi, nxisni një atmosferë paqësore për të inkurajuar relaksimin dhe shërimin. Angazhohuni me familjen dhe miqt në aktivitete që rrisin lidhjet emocionale. Sot ofron njohuri të thella, qoftë përmes meditimit apo praktikave reflektuese. Lëreni intuitën t'ju udhëheq, duke përqafuar ditën që po zhvillohet me fleksibilitet. Eksploroni rritjen personale përmes akteve të dhemshura dhe besoni fuqisë së empatisë për të ndriçuar rrugën tuaj drejt paqes së brendshme dhe ndërveprimeve harmonike. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.